Baruam me 2 recetat e para, kalojmë tek armeja, tek lakra turshi. Lakër turshi. Do të shtoj specin djeks, kokrat e piperit, pakës sheqer, masën e kripës, masën e usullës, të gjitha këto. Një përzierje të mirë. Këtë masë Ne shtojmë tek uji i nxehtë dhe këto janë turshit që ne i hapim për pak ditë, nuk është në ato që Niki, i gatuajmë me sa ujë të të bëju ftohtë. këtu, në frigorifer, ke turshinë e domates. Shife një, sepse unë E ke përgatitur më përpara. I gatuaj, po faktikisht nuk i tregoj dhe po të tregoj kavanozat që ne kemi. Këto? Ja, Domatet jeshile, turshi. Rezultati, kur i ke zënë ti këto? Para ca ditësh? po. Probiotik natyral, shumë miqësore për aparatin tretës, rritin numrin e bakterjeve të mira në zor, dhe kjo është një tryezë që kështu duhet jetë. Pra, i shtuam në ujë të nxehtë specin, piperin, kripën, uthullën, këtu në një ujë të vluar, dhe këtë masë do t'ja shtojmë lakrës sipër, të cilën e kemi ngjeshur në një kavanoz. Sigurisht edhe gjethja e dafinës, dhe përgatiteni, e shoqëroni në gatime të ndryshme, sidomos gjithë me masë këtu. fasulet. Nuk i shtoj asgjë. Po, se ne du ta mbyllim, opa, idhja dhe me edhe këtë ujin, këtu, kujdes është e nxehtë, Shtoj gjethen e dafinës sërish. dhe e mbushim me ujë deri në maj, derisa të mbulohet gjithë sasia e lakrës. Më pas e vendosim kapakun, e mbyllim hermetikisht dhe e lëm në temperaturë të dhomës apo u mbush. Pra, kapaku. masa është deri në vizën e parë këtu. Po. E lë paksa, të hiki pak fajt e nxehtësia dhe i vendos direkt kapaku. Direkt kapakun. Ne shkëputemi nga kuzhina dhe ju falenderojmë që na ndoqët. Shihemi pas pak me Reze Dielli. Të lumshin duart. Faleminderit.